Para se protestat në mbështetje të ish udhëheqësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës të zbarkonte në sheshin Skënderbej, ajo u trajtua si temë qendrore në kuvent. Nga radhët e opozitës u kërkua për të disatën herë miratimi një rezolute për dënimin e genocidit serb, por socialistët që e kundërshtojnë ripërsëritën të njëjtën argument. Edhe serb po t'ishin, do të votoja, po ta kishin bërë shqiptar. Edhe Maqedonas po t'ishin, do ta votoja, po ta kishin bërë shqiptar. Genocidi është krim i shëmtuar. Dhe ai është jashtë çdo lloj koncepcioni. Ju bëri bashkëautor në krim me Tiranën. Ju bëri bashkëautor në krim monstruoz. Kur unë ju thash vitin e kaluar për Pobregun, lexoni. Zoti Berisha po t'jeni shqiptar, lexoni. Në Pobreg 400 e 10 burra graftim i vranë dhe i dogjen të gjallë. Për civil. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar nga viti 1991 deri në vitin 2025 9 rezoluta e 11 deklarata sa i përket gjithçka ka ndodhur në Kosovë nga 91 e deri në 2025. E në vend të kartonave jeshil pro rezolutës, socialistët i ftojnë kundërshtarët të bëhen bashkë në protestën e së premtes në sheshin Skënderbej. Në protestë. Hajde, pse nuk vini? Tifozët serb kur donit na shanin, na thirrnin Sali Berisha. Sali Berisha sqaroi si brenda dhe jashtë kuvendit se protesta është një organizim i kryeministrit Edi Rama kundër qeverisë aktuale të Kosovës dhe për këtë arsye demokratët nuk do të marrin pjesë. Edi Rama është u tregua sa Vučić armik i Kosovës. I vuri sanksionet i pari. U vuri shërbim të skenarit të ndarjes Kosovës. E përjashtoi nga gjithanismat. I dërgoi njerëzit u përpoq për përmbysh Albin Kurtin. Edhe mitingu që bëhet me nuancat theksuara kundër qeverisë Kosovës. Dhe vjen kishin planifikuar 60 minuta Edi Rama fjalin. Absolutisht një lloj si dilte Vučići me fol aty. E në garën se kush e do më shumë Kosovën, u përfshin edhe deputetë të tjerë përveç protagonistëve kryesor. Sot është dita për t'u treguar patriot. Ja ku e kemi sfidën, mos e lini për nesër. Po, dëgjojeni atë kryetarin e grupit tuaj parlamentar. Vendoseni Shqipërinë mbi partinë sot. Ja ku e keni provën që tregoni që doni Kosovën. Miratoni rezolutën kundër krimeve serbe, kundër genocidit serb në Kosovë. Socialistët hodhën poshtë edhe kërkesën për debat me kryeministrin Edi Rama dhe atë të një krijimi të një komisionit posaçëm për fondet i partë për bujqësinë. Sa për Edi Ramën është avokat i shkëlqyer i çështjes Kosovës. Me qëndrimet forta diplomatike, aty ku realisht bëhet politika europiane dhe ndërkombëtare për Kosovën, ka kërkuar me forcë njohjen e pavarësisë në Kosovës nga 5 vendet BE-s që ende refuzojnë ta njohin Kosovën.